Sa vjeç je ti si ja? Viki për qaferojnë? Qaferoj. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam. Very thankful for your kind attention and enjoy the stay. S'na kanë dalë akoma? Këto e çlirun. Kishin dalë apo jo? Si me beki. Edhe ajo, si bon ajo? Po. Wow. Po, mami. Kush është tjetra? Këtu? Bravo, e gjeti eroj. Dhe ne arritëm te hoteli. Sa i bukur. Të pëlqen, mama? Oj, sa bukur. Sa po erdhëm dhe te dhoma. Krevati i Bekit. Kjo është dhe dhoma jon. Ha, mami, ku është krevati i Bekit? Oh, sa i bukur krevati i Bekit. Bravo. Këtu kemi, po na bëroj një tur. Këtu kemi. Këtu do vendosim të gjitha veshjet tona. Këtu, që do bëjmë? Aty do fusim lekët. Lekët? Këtu është tualeti, na prezanto tualetin, mama? Sa i madhe dhe tualeti. Bravo, bravo, sa i bukur. S'kam treguar fare vetën time sot. Oma, unë kur t'lam, unë du lam këtu me babin. Okej. Tu është dushi. Sa shumë madhe, shma madhe sa gjithë hotela tjera. Jo, vërtet që nga hapësira shumë e madhe, e pastër, super, edhe për video këtu që nga perl. Jej. Këtu kemi për kafen, këtu kemi ujin, frigoriferin. Ui. Sa bukur. Bravo. Ka kështu. Për çdo lloj rasti urgjent. Okej, këtu ma zurën këto. Këtu do vendos gjërat për të bërë make-upin. Çdo gjë duket shumë bukur. Këtu do bëhet katastrofë, prandaj doja t'ja u tregoja shpejt se me gjithë rëmuajin e fëmijëve këtu s'do merret më vesh asgjë. Prap? Jepi roj motrës. Mirëmëngjesi, grupi. Mirëmëngjesi, këngjesi. Sa bukur duke. Të bukuroshat e mi. Ku qatë shtyp dyshin? Zero. A janë të zeme këto?
darling. Ja? Why? No. Stop. Marco Fitze. Okej, futem. Ne jemi këtu duke bërë gati make-upet për të dalë. Nuk do bëjmë gabime, si kemi thënë. Nuk do bëjmë gabime, jemi në kushte primitive se Roj me Rogertin e kanë zënë banjon. Ato po bëjnë dush dhe nuk duhet të na shikoj Beki. Vaskën plot me ujë se pastaj hajde nxirë nga aty. Kështu që jemi ndarë. Ata të dy janë në tualet, atje ishte super drita. Kisha pasqyrë tani po lyhem me telefon. Dhe Beki këtu që po bën në punët e veta. Dhe po ishte gjitha. Po përfiton nga rasti. Qa po bën Beki? Beki? Qa po bën? Nja. Të bësh pis. Ej? Të bësh pis, mami? Beki? Këtë shku tani? Dhe gjyre të tjere. Ne dolem. Këtu e kam bombarduar Bekin. Jemi gati për ecje. Roj këtu dhe ikim. Nuk e di pse thonin ftohtë. Kjo është një ftohtë normal mendoj unë për vendet e ftohta si të Paris edhe Praga. Më thënë, e kisha menduar që do jetë dyfishi më ftohtë se tani. Ne jemi siguruar shumë mirë, si fëmijët, si unë, si Rogerti, por prisja ftohtin e madh fare. Normal që është ftohtë, po jo ai ftohti që Rogerti ka harruar çakmakun edhe thotë marr një çakmak të ri. Unë i thash mos u kthe për një çakmak. Se kishim dalë, ishim bërë gati, thjesht të po kërkonte në xhepa dhe e kishte harruar te dhoma. Deri tani nuk është se kemi parë shumë, jemi këtu rreth Përçark hotelit. Këtu kemi Bekin, që tani ka orarin e gjumit, do bëj nani në karoq. Do bëj nani Beki. Jesu me bukur. Të dua shumë.
Të hapim jo. Ku do shkash, mami? Në jetë edhe këtë. Pit. Opa, bravo! Jemi kthyer te dhoma. O zot, sot jemi lodhur. Kemi vizituar, por shumë pak. Kudo që ne donim të shkonim, rralla ishte rradh, fëmijët nuk prisnin fare. Roy donte McDonald's, këtej unë doja të shkoj në një vend tjetër të pija kafe, këtej Beki jo ishte gjumë, jo. Ishim 4 vetë dhe secili në tërëzinë e vet, secili donte gjërat e veta. Jemi kthyer në dhomë, jemi paksa të lodhur. A ishte ftohtë, mami? Po, shumë. Shumë? Po. Jo dhe ashtë shumë. Shumë. Ftohtë ishte, por më shumë se në Shqipëri, por jo ashtë shumë sa e bëjnë ftohtin. I kam vendosur make-up e këtu edhe mi ka arritur, i kam marrë. Që ka kap dore, e kam marrë. Unë nuk është se kam bërë, kemi bërë foto? Po kemi bërë, po jo ndonjë foto wow. Nuk fokusohesh dhe për bërë foto ku jem me fëmijë, aq më tepër vend i ftohtë, me 100 rraqe me vete, karroca, o zot. Është një disaster. Qa po bënë, më? Dhe e prishni fare. Se? Po mos e prishni. Këtu është drita shumë bukur, si bukur dhe kë këndi këtu. Si nuk mora ato që ngjitet, po të ngjitet këto me pasyrë, shikajni pak. Drita edhe çdo gjë. Tani si që thashim, i kthyer te hoteli, jemi në dhomë, mbasi do pushojmë pak, do zbresim te lobi, do rrim atje. Shumë bukur ishte, shumë poshtë. Gjërat janë larg me njëra tjetrën. Na duhet të lëvizim taksi, por nga ana tjetër ne jemi me 2 karroca. Këtu kemi Roy. Ku fute mama? Dhe këtu kemi Bekin. Po na siguron të gjitha lekat aty brenda. O Roy. Beki? Që ke bëtë faqe, mama? Ka Ile, bërë mami? bushkuqi. Dhe japish mami? Dhe japish mami? Ashtu, o, vetëm këto. Ma jep edhe lapsin. Ma jep edhe këta. Jo, a? Unë futa banjo pra. Qesh mami se nuk dëgjohesh. Nuk dëgjohesh. Po. Tani po. Jam të la. Beki, hajde të li flokët. Beki, princesh. Princesh Beki? Hajde Beki. A do dalim gjira më mama? Do dalim gjira, princesh. Hajde ti rregulloj flokët se i ke shumë keq. Unë jam bërë gati për darkën, pjesa tjetër ka raport se nuk po prisnin dot derisa unë të bësha gati, kështu që jam ngarkuar. Kam veshur këtë fustanin edhe këtë pëllushin, por i ka shpejt se po më kërkojnë.
la lushin, babi. Të kuqe. Kjo është e kuqe. Kjo është jeshile. E kuqe. Ta bëjmë jeshile. Dhe kuqe do vish se gjumi. Do vish nani. Do vish. Mirë me desi. Jemi zgjuar vonë sot ora 10. Po shkojmë me vrap të mëngjesit. Hastings is on the visit too. Get to the bottom of this situation. Good point, Cody. We don't want bad reviews. If Bully wants to get in, he has to return. Tani është momenti të bëj pak skincare, që të bëhemi gati të dalim, erdhëm në dhomë. Është e pamundur që unë të filmoj më shumë se kaq. Jam gjithkohës me bekin për mbrapa, me rojin, me gjëra për të bërë të gjitha për t'i bërë thuajse unë. Mami, kujdes. Kujdes o shpirë. Edhe unë po bëj më të mirën time që të filmoj sa më tepër, po aq sa mundëm. Pra, ndoshta nuk mund të kem filmuar shumë, po shpirt, se është thuajse pamundur. Tani për shembull kam bekin, unë sa po ika. Se si e kuptoj që unë ika, nuk e mora vesh, thjesht mendoj. Ha, mami, prit, mami, prit. Prit, mami. O, ti luj mami faqet. Prit. Baba? Baba? Erdhi Beki. Mami, mos ma prish të lutem. I ke prish të gjitha. Shko tregoja babit atë që kete dora. Shko tregoja babushit. Laj biberona. Hiq pampersa, laj kocën, thaj kocën. Do më thënë, janë mami me kohë të plot, influencer, po mundohem në tentativë për të qenë, dhe një youtuber për të qenë. Sa unë do arriti bëj të gjitha këto, nuk e di një ju, sa kam arrit për të bërë. Unë po bëj maksimum, po mundohem dhe ta shijoj si udhtim me fëmijët, se nuk është se na qëllon trim 24/7, kur jemi atje me fëmijët, normalisht jo punat, jo lëvizje, jo gjëra, po këtu jemi 24/7. Gjithkohës. Ishim kohë që nuk ishim të katërt bashkë, gjithkohës. Kështu që meritoni një udhtim si ky. Beki bukura, Erdhe mama? Hajde, do hypësh këtu. Hajde të mami. Hopa. Koqa ime bukur. Po mos e hapuj, mami, se lagemi. Nuk duhet ta hapi muaj. Laget goca. Me shikon mua që bëj skincare, edhe lyja me shkryhe.
Mbrëm Beki me majonez, duke lyer faqe, duke bërë skincare të saj në mes të restorantit. O zoti ma jam me pa më këto tani. Qa do mama? Nuk ke nevojë të shpirt. Unë kam nevojë të bëj faqe si te, jo ti si unë. Ti ke faqe të bukra, edhe të buta. Më shkri fare se si kopjon çdo gjë që bëj. Dhe nuk e harron, no? Më thoni ka të njëjtat lëvizje, të njëjtën mënyrë. O drip. Të do mami shumë. Mere. E prishi. A qaj mami tani? Të qaj mami se ma prishe? Ma blizja unë tani do qaj. Pse e blise mami ti? Hajde, ma hutoj qik. Se po mi prish gjitha. Po tret babi mami. Të shkosh te babi. Beka, po tret babi, bekushi. Sushi. Edhe dhe këta? Pa tjetër që edhe dhe ata. Hajde se na rafi mami. Do të bëjt njëtë një që bëjo. Një. Thot habe. E të dhe kështu që të mejnë. Ata po, mi ka prish qita dje. Se shesh. Të shkosh lush me roj? Shë si luroj. Shëfe si luroj. Leri me kapet mami se keko mami, keko të merresh me to, keko. Pa, keko. Nuk kapet mami ajo. O jetë. Nuk kapet. Jo, mami. Doni të shikoni se çfarë më ka bërë Blashit? Ka fut gishtat, unë ja kisha qenë në fund para. Edhe prap ka ditë se si. S'ka marrës një Blash tjetër. Hello, it's Rocky. It's Roy. Rocky. Që ndozi kjo, Mos e mama? shu se më ka prish Beki. Pse? Më ka prish. Unë pa Blash nuk jetoj dot. Blashin e kam më të rëndësishmin. Jemi bërë gati për të dalë. Kjo është veshja Bekit. Sa bukur je bërë.
Këndoj prap këngën Christmas. Last Christmas, you kissed my heart. Mos ditë këndoj, mami. Apo të pëlqen mami kohë fiziologjik? Jemi në kërkim për të parë elefantin dhe gjirafën. Na kanë dalë disa kafshë që nuk është se kemi shumë interes për t'i parë, se nuk i njohim. Por po shohim. Nga shumë bukur, këtu jemi në Kodër, një pylli. Dhe kjo gjëra këtu ishte fantastika. Ky parku shumë i bukur. Njerëzit kanë dalë me fëmijët për shëtitje, xhiro, pas ka dhe pamjen e qytetit. Edhe vegla gjimnastike këtu. Paka shumë si liçeni jon, po nuk ka të krahasuar sigurisht. Nuk është e njëjta ndjesi kurse si. Është më bukur, ka pemë, ajri, parësi se është ftohtë, por është ai ajri ftohtë që ty të duhet. Kjo është pamja, pavarësisht se në kamer nuk është e njëjtë, siç po e shikoj unë live, por duket shumë bukur, shumë bukur. Kush ka bërë dushin? Hajde beta. Li grupi për pijama party te lobi. Sot nuk do dalim, nuk do vishim. Opa, nararushi. Opa, nararu. Mirëmëngjesi, ne jemi zgjuar. Jemi pak vonë, kështu që na duhet të zpresim për mëngjesin. Po, ikem. Hey guys, what, Mom? Dad? What are you doing? Hey Jeffrey, me and your mom were just taking a break from the hug. Wait, Jeffrey, did you tell me? Peki? Ua, treni! Sa bukur, mami! Treni, mama! Wow, iku treni! Ne tani po dalim! Po! Erdhi dhe Roy me babi!
tani jemi në aeroport. Kemi ardhur diku te 3 ore ca para që t'ishim këtu. S'jemi dëgjuar fare sot. Jo, tregoj tani e gjitha ndodhit që kemi kaluar. Ja, e nisëm shumë mirë dhe përfunduam jo dhe aq mirë. Mbrëm në darkë në orën 3 të natës. Mere mami? Mere, mami. Beki. Beki, mere. E? Me patate dhe shkote topi. Po thoja, mbrëm në orën 3 të natës, u zgjuaroj duke qarë, jedhim të dhëmballa, veshi, ishte shumë smur. Kemi qëndruar më shumë se një orë, derisa u qetësuar, shoqëri kishim marrë të gjitha medikamentet e nevojshme për fëmijët. I kishim marrë për siguri, nuk e dinim se do na ndodhte kjo, por dihet që kur rrodhojmë me fëmijë mund të ndodhe një nga këto përpërcime të shëndetit. Po karikohet, mama. Që do bësh? Na u prish gjithë të rizia, Roy vazhdon të jetë smur, sa po i dham ilaçe dhe tani është aty. I dhem veshi, dhëmballa. Pipa? Po, ta jep mami. Ta laje mami pak si të ratë tokë. Edhe të toka. Mere mami pipen. Beki. Mere pipen mama. Dhe kështu, do më thënë me gjithë dita sot, jo se nuk e shfrytzuam, por kemi qenë pak më të lodhur, më të mërzitur, më të shkarikuar si dje, në ditët para. Por, ja, qa themi ne, ndodhi ajo që nuk do në të ndodhte, hodhi pra pipin. Jepja babi pipen. Edhe na prish gjithë Terezia udhimit, na prish ditën e fundit. Sot Roy ka qenë pa Terezi, muzika ngrënë, muzika lëviz, pa dëshirë fare, televizor se s'kishte çfarë të bënte, si ishte me ne. Beki sot na bëri pak naze para gjumit, vetëm çantët dhe zonte të shtrihej fare në karrocë. Si duket e mori me rap, që e diti që do përfundonte aty. Dhe kështu pasi fjeti, fjetë mirë, një 2-3 orë po një herë, edhe ne se bukur e gjete, ose e poshtër që ja sot. Fiksimi i Bekit është kjo kutia e orbitave. Jepja babit e ta hape babi. Unë njaruaj se në avion nuk do na qëndroj edhe paktën e gënim me këtë, me liplosa, me gjëra, se s'kemi çfarë bëjmë. Ja 1 orë 40 minuta që është udhëtimi. Shoqëri nuk është shumë larg, por Beki ka shumë merak. Edhe kur hypëm në makinë sot për të bërë xhiro, në ato makinat e hapura për të parë qytetin, nuk e di se si quhen, nuk po na qëndronte fare. Para si ishte afër orarit gjumit. E dyta ishte makina huaj dhe nuk e njifte. E treta i burri shoferi që po na ndihmonte, i vinte afër dhe i rinte kështu si për kokë, dhe ka shumë merak që njerëzit të vinë të ngjiten. Çan direkt edhe kështu. Po ç'të bëjmë? Udhimet me fëmijë i kanë këto gjëra. Rrallë të ndodh që një udhim të përfundoj shumë mirë, siç e nis. Rrallë. Edhe kur kemi qenë udhimi vetëm me Rogertin, gjithmonë na ndodh diçka. S'kemi çfarë bëjmë. Tani janë gjëra që ndodhin, thjesht prishet e gjitha ajo Terezia dhe sot na duket sikur vetëm kemi kaluar këtë përplotësim, pavarësisht se ku ishim sot. S'pa mend gjësa. Shkuam sërish te Christmas Market. S'pom qëndroni mirë, se kam vendosur shumë keq këtë telefonin. Gjithsesi ne jemi kënaqur se kemi qenë fëmijët 24/7 këto 3 ditë. E kemi shijuar. Opa, i ka tje beni. I ka tje. Fakti që është vend shumë i ftohtë, ti duhet të marrësh gjub, xhaketë për fëmijët, për veten, shall, dorez. O zot,
2 karroca, pra shumë gjëra në duar, por në njëjtën kohë ti brenda nuk rrit dot me gjitha këto se është shumë vap, është ai ndryshimi drastik nga brenda që je shumë vap, jashtë është shumë ftohtë. Dhe ishte shumë e sikletshme momenti i hyrjes, daljes nga një ambient, ose mëngjes ku bëheshim gati për dalë nga hoteli. Nuk visheshim dot trash që të dhoma për të dalë. Kështu janë këto përpëtësit e vogla që një vend shumë i ftohtë, që ne nuk kemi mësuar, që është e vërteta. Ka besoj shumë njerëz që jetojnë në vende të ftohta dhe e dinë këtë ritmin. Vështirë ta kapësh ritmin për 2 ditë, 3 ditë që ne jemi. Por që mirë. Unë isha përgatitur, kisha marrë gjitha shallat, doreza për fëmijët, për veten. Sot ishte më ftohtë, se dita e parë ishte shumë okay, e dyta aty. Sot nga mëngjesi deri në darkë ka qenë shumë ftohtë. E ndjeja ftohtë në fytyrë, edhe pse mund të ishte ngrohtë nga pjesa e poshtme e trupit, por që kuptonim që në fytyrë ose te gishterinë që i kishin jashtë. Fatmirësisht unë kisha marrë ato doreza dhe më kanë mbrojtur goxha mirë, edhe begu kënaq, po qesh tani kur është e fjetur, rrin shumë mirë. Po ai momenti para gjumit, një 30 minuta, 40 minuta, që fillon e kap është mos i dil para, aq paterezi është. Mama. Ose do e kap të çaj kot, ma shpirti mami, ku po shkon? Gjithsesi, përveç përpëtsive, ne kemi kaluar dhe momente shumë bukur, me kënaqur, hoteli ishte shumë mbar dhe shumë i bukur. Ata të hotelit ishin shumë të sjellshëm. Kishim dhe një shqiptar aty te recepcioni, na ndihmoi shumë ai. Normalisht nuk është se arritëm të gjitha të rrugtimin dhe pikat që donim ti vizitonim, nuk arritëm, si që thash me fëmijë ka ishte vegjël, është paksa e pamundur, por gjithsesi mendoj që do ketë edhe një moment të dy që ne do vijmë, sikur edhe unë e Roberti. Por do mbetet një nga kujtimet më të bukura me fëmijët. Pak roje që sot nuk ishte televizë dhe pak është anti fotove, videove, gjithsesi e ka me Terezin e vet, kur ati i pëlqejnë përfshihet, kur si pëlqejnë ta bën stop edhe kështu. Po gjithsesi e kemi shijuar në gjitha aspektet që mund ta shikojmë. Ja kemi dalë për të bërë një udhtim të bukur, paksa të vështirë, për ne është sfidë, se nuk jemi mësuar asnjëherë nga ne që kemi nga mëngjesi deri në darkë gjithkohës me u marrë vetëm me fëmijët, është gjëja më e bukur, por gjëja më e vështirë njëkohësisht, mua më duhet të bëja gjitha, edhe fotot edhe videot, prandaj nuk e di nëse kam arritur të kap shumë në këtë udhtim. Uroj të kem arrit me kap ajsa ta përqen pak energjinë që ne kemi përjetuar dhe maqin që na ofron Praga. Mendoj se do ketë vlogje edhe më të bukura se ato të mia, por gjithsesi kjo është realiteti dhe nuk mund ta shkalojmë. Kështu që jemi munduar me gjitha të mirat të këqijat, të mundohemi të bëjmë video. Sot s'kemi bërë shumë se ju thash. Kështu ka qenë puna me shpejt, ftohtë po, të ngarkuar po. Edhe ja. Nga unë dhe familja ime, ju themi mirë pafshim. Bye, Beki, bye. Bye. Shihemi në vlog masin e radhës. Ju duam shumë. Bye bye.